Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. I bëjmë keq njëri tjetrit, ndahet Klea Uta dhe Elgi Dota. Mbrëmjen e djeshme qarkulluan spekulime të forta për një ndarje të mundshme mes këngëtarit Elgi Dota dhe moderatores Klea Uta, një nga çiftet më të dashur të showbizit shqiptar. Mungesa e postimeve të përbashkëta, fshirja e fotove në Instagram dhe heqja nga të dyja palët kanë ndezur dyshimet se marrëdhënia e tyre është në krizë. Mirë po një postim i bërë nga Elgiti disa javë më parë ka rikthyer sërish vëmendjen te kjo temë. Në një foto në Instagram, këngëtari ka shkruar: "Unë e di dhe ti e di që i bëjmë dëm njëri tjetrit." Ky mesazh i shkurtër, por i drejtë për drejtë dhe emocional, ka ngjallur reagime të shumta nga ndjekësit dhe fansat e çiftit, të cilët e kanë interpretuar si një shenjë të qartë të një ndarje emocionale apo përjetimi të një periudhe të vështirë në marrëdhënien e tyre. Deri tani, as Elgiti dhe as Klea nuk kanë bërë një deklaratë zyrtare që të hedhë dritë mbi marrëdhënien e tyre.